Sadakaja qelsi shumë çështjeve. Qelsi çdo suksesit në jetë. Nuk din dietar të më shkru, po që nëse nuk kanë dhënë prindrit e tyre sadaka. Ja vesh një shembull tash po më kujtohet. Cili libër më i shenjtë për besimtarët musliman është pas librit Allahut? Është libri Imam Buhariut. Emri i tij është Muhammed ibn Ismail. Ai ka pas një sprov të rënë kur ka i vogël. Ka jetu në qysh në kohën e hershme të vegjelis pa babi, i ka vdek baba herët. Jetim. E nona ka rrit me pripeti. Edhe usmu Muhamedi i vogël, Buhariu i vogël. Edhe humbën syt. Pej qajturit shumë nana që i qanë për e vladin e vetë, e ka pa andër Hazreti Ibrahimin. E Hazreti Ibrahimi a.s. i ka thonë andër nanës të Muhamedit vogël, të Buhariut, shka qo për i gjumit se Allahu du ka bërgjisht në lutjet e tua, edhe sadakën që e ke dhonë. Krejt pasunin e ka dhuru që Imam Buhariu me mësu e shikimin Allahu Azza wa Jall në doat nanës ti e ka pranu edhe shikimin djalit e akthi. Edhe sot e kësaj dite Kësaj dite na e kemi librin më të shenjtë pas fjalës. Na kena fakte edhe sot e kësaj dite që sadaka për ju bën ndërmend shumë familjeve të sprovume me sprovat ndryshme. Pa fjetyshi. Po bëjmë 16 vjet me aktivitet edhe jeta kësaj bote është me hallë derte, sprova. Kemi dëshmi që me sadakat e tyre i kanë të i kalu shumë sprova edhe jenë këthy besa veti dashmi Zotit të edhe të smurit e ju i shëroni me sadaka. Institucion veti sadakaja. E shumë bukur kur aktualizohet në Ramazan. E halo ma interesant dhe shije veçant kur njeriu e pastron mallin e tij. Sikur njeriu që ka nevojë me pastru teshën dhe trupin e tij, ai ka nevojë me pastru edhe pasurinë e tij. E ku ma mirë tjetër se të aktiviteti i vllaut ton që i ka dhonë bët kuptim të veçantë historisë më të re të shtetësisë të Kosovës, si në mjekësi, si në humanizmin për strehjen e të moshuarve, Zoti na i rujt, se këtu na e kemi shpëtimin, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nëse doni ta fitoni ndihmën e Allahut, e gjeni në ndihmën e juaj që e bëni për të moshuarit edhe të dobtit e juaj. Allahu shpërbleft. Amen. Qofshi bekum. Bashkë me ju